Unë mbetem ndër personat që e shoh dhe e vlerësoj me optimizëm këtë protestë e cila është me pazakonta realizuar. Por ditët e fundit duhet të ndaj edhe skepticizmin për bjerjen e kapacitetit të reagimit, në mënyrë të veçantë uljen e vlerës së ligjërimit politik që mbahet nga foltoria portative e saj. Dhe e treta, mungesa e strukturimit të saj, në kuptimin e përfshirjes së zërave të cilët kanë jo vetëm ambicie politike, por kanë autoritet dhe kredibilitet moral në opinionin publik dhe në shoqërinë e sotme të vendit. Nga ana tjetër, pamundësia për të thirrur maksimalisht dhe për të tërhequr maksimalisht zërat e emigracionit shqiptar në të gjithë hapësirën ndërkombëtare dhe për të formsuar një sjellje apo një rrymë të re të politikës në përballje me politikën e vjetër, këto janë detyrat që duhet të zgjidhte kjo protestë dhe duhet të zgjidhë shoqëria e vet. Sot shoh që po bie kjo gjë dhe për shkak të kontekstit dhe të situatës së mjedisit ditor. Por janë protagonistët dhe të angazhuarit në këtë sipërmarrje të re politike për ta formsuar atë, për t'i dhënë asaj kuptimësi, vlerë, program, strukturë dhe tek e fundit për ta energjizuar çdo ditë. Në të kundërt ajo do të bjerë dhe praktikisht do të mbetemi sërish në duart dhe në fatin që përcakton klasa e tranzicionit politik. Këtë gjë duhet ta kapërcejmë. Dakor, nuk e di se si. Si mund të arrihet që kjo protestë prodhoj diçka? Çfarë duhet të bëjë që kjo protestë të ketë një produkt final në të mirë shoqërisë? Ka protesta që nuk janë të mjaftueshme si protesta, siç mund të themi tashmë, kjo protestë që po ndjekim çdo ditë. Kjo protestë duhet të ndryshojë qoftë regjinë e vet, por mbi të gjitha të shumëfishojë energjinë dhe forcën vetjake të imponimit, sepse ka vitalitet, ka freski mendore dhe këtu e bazoj ke cikli i memeve, i aspekteve të vizualizmit, të simbolikës grafike që ajo manifeston, edhe të gjetjeve që kanë bëjnë me shprehjen dhe sidomos me ligjërimin politik. Por këto duhet bashkëshoqërohen me strukturimin e saj dhe thithjen e emrave dhe personaliteteve të jetës publike të shoqërisë shqiptare kudo ku gjenden ata. Ndoshta tek e fundit edhe intelektualizmi i vendit duhet të marrë një rol të ri, që do të thotë jo thjesht të konstatoj, por të projektoj dhe të sugjeroj në mënyrën më koncize dhe më konkrete të ndryshimit politik dhe të imponimit për një qasje të re politike në Shqipërinë aktuale. Okej, profesor, dhe në fund ndalemi pak një koment shkurtër për Ramën në samitin e Ankaras. Si u duk ajo paraqitje e Shqipërisë në atë samit, padyshim, të roqi vëmendjen sërish Rama me atletet e tij. Dhe në fund u konfirmua që samiti i radhës do të jetë në Tiranë, por pa caktuar datë. Ka kohë që në performancën, le të themi, e paraqitjes kryeministri Rama e ka humbur freskinë, apo e thënë ndryshe atë trendin e vet që ka pasur në momente të caktuara. Do të duhet ta evitonte një element të tillë i cili edhe pse është sipërfaqësor tek e fundit vjen ndesh me protokollin formal të paraqitjeve. Nga ana tjetër, u duk qartazi që ende kryeministri Rama vazhdon të investohet në partneritete me udhëheqësit e lartë politik të botës së sotme, por nga ana tjetër krijon edhe problematika ose e thënë ndryshe perceptime për problematika ndërprerjesh apo le të themi ngërçesh që mund të ketë me autoritete dhe vende të tjera. Sot është momenti që në emër të detyrimit për një transparencë politike, kryeministri të rikthehet tek formati i një paraqitjeje të strukturuar, ku autoriteti dhe protokolli i shtetit nuk janë elemente formale, por janë përmbajtësore, janë pjesë e një seriozitetit të një vendi, të një shoqërie dhe të një shteti. Në këtë këndvështrim, kritikat që jo vetëm thjesht nga opozitarët, por edhe nga oponent të zotit Rama dhe kryesisht nga media ndërkombëtare, duhen parë me një vlerësim serioz dhe duhen vlerësuar me ndryshime serioze. Këtë gjë duhet ta ketë në konsiderat sepse për tek e fundit është përfaqësuesi më i lartë i shtetit dhe nga ana tjetër në atë që unë mendoj se mund të shkaktojë edhe protesta, por edhe këto situata të protokolleve diplomatike dhe marrëdhënieve diplomatike, dhe që i projektoj në analizën time si ndryshimet mundshme në shtator, janë
riparja e strukturës së administratës publike, e eficiencës dhe e bjerjes së saj, rikthimi i vlerave dhe normave themelore të llogaridhënies shtetërore, të transparencës shtetërore dhe tek e fundit të konsulencës midis opinionit publik dhe faktorëve që formsojnë atë, kryesisht faktorë profesionistë dhe të ekspertizës. Rikthimi në këto vektorë të rëndësishëm në marrëdhënien e shtetit me një shtetar, si kundër është zoti Rama, do t'i vënte mirë vendit dhe tek e fundit mund të rikuperojë diçka nga ajo çka është e konsideruar dhe konsiderohet prej kundërshtarëve politik të tij si bjerje e shumëçkaje që lidhet me thelbin, e shumëçkaje që lidhet me seriozitet. Profesor Xhipa, shumë faleminderit. Kënaqësi të kisha në të bisedë. Ju uroj një fundjavë sa më të bukur. Faleminderit shumë.